Belinda Balluku po hetohet edhe për pastrim parash e korrupsion përveç çështjes së tunelit të Llogaras. Hetimet sipas gazetares dhe moderatores së oponencës në News 24 Andorina Allabani kanë baza në 8 procedime penale të regjistruar ndaj zëvendës kryeministres. Një prej tyre lidhet me transferimin e mbi 6 milion eurove në një bankë zvicerane në emër të Ballukut, çështje që është tashmë objekt hetimi ndërkombëtar. Këtu dyshohet se është përfshirë edhe zyrtari doganor Klodian Çani. Sipas të dhënave që kam, një nga personat kyç në këtë aferë është Klodian Çani, zyrtar në drejtorinë e doganave. Ai është konsideruar si kutia e Pandorës, sepse vepron si një bankë e vogël që ka garantuar transfertat e parave të bëra në emër të shtetit, deklaroi ajo. Allabani tha gjithashtu se Çani është personi që ka menaxhuar fondet e doganave dhe që sipas informacioneve ka kryer pagesa për zyra të ndryshme në Athinë gjatë kohës para zgjedhjeve. SPA ka dërguar letërporosi ndërkombëtare dhe pritet të vinë përgjigje nga disa vende përfshirë Zvicrën dhe Meksikën, ku dyshohet se janë realizuar transferta të tjera me shuma të mëdha parash.